Nga kastrioti e Gjermës Dojan, kodër në kodër rreth të shtëpisë u mbuall me shumë pencë fluture. Këtu rriten mollët, kumbullat, arrat. Kodra të tëra janë kthyer në vreshta. Me qindra kuintal fruta vilen këteje shkojnë në Peshkopi, në qytetin në këmbë të Korrabit, anës Drinit. Kjo është qendra e rrethit të Dibrës. Çdo gjë ka ndryshuar në këtë qytet verior. Nga një qendër e vogël e qetë dhe prapambetur, Peshkopia është kthyer në një qytet plot bukuri e freski. Drita e arsimit është përhapur kudo. Në Peshkopi përgatiten mësues, kuadro të mesme bujësore, jo vetëm për Dibrën, por edhe për disa rrethë të tjera të veriut. Edhe këta banor të vegjël, do të vijë një kohë që do të punojnë e do të ndërtojnë shumë, ashtu si baballarët e tyre. Peshkopia, qendër e rëndësishme kulturale për gjithëresin, ka shtëpinë e saj të kulturës që është bërë me të vërtet një kënd i dashur për punonjësit e qytetit dhe të fshatit. Këngëtaren e njohur Dibrane Melita Sheu e njohin jo vetëm ato dashur qytetarë, por edhe ata të fshatit. Është prishur me kokë qetësia në këtë anë Buzdrinit. Gati 20 vjet më parë këthe u dëgjuan gjëmimet e minave për ndërtimin e rrugës Kukës-Peshkopi. Niprit dhe bijtë e atyre që ndërtuan këtë rrugë kalojnë tani aksioneve të rinisë për të ripërtërir traditat e lavdishme revolucionare të të rinjve tanë. Këta të rinj, puna e përbashkët i kalit dhe i edukon për të bërë më këmbgulës, më të fortë ndaj vështirësive. Është e pasur kjo toka anës Drinit, dhe njeriu me durim me këmbgulje përpiqet të marrë asaj gjithçka të mirë të shtrenjtë për begatina të veut. Në këtë caqe të largëta mjeshtra Dibran nxjerrin mermer që ka filluar të përdoret në ndërtimet tona. Ne ndjekim udhën e Drinit, e ndjejmë se si ai sa vete bëhet më i madh, më i begatshëm. Shumë përrenje burime me raj me vekse. Lume i setës bëron nga liqenjtë të Lurës, kalon Gryka e Lugina e derdhet në Drin. Ecën pas Drinit rruga e rinisë Kukës-Peshkopi.